Doktor Astrid Asani është zgjedhur sot presidenti i Federatës Evropiane të Peshqngritjes EWF në Kongresin Zgjedhor të mbajtur në Kishinau të Moldavisë. Ai ka fituar kundër presidentit të deritanishëm italianit me nënshtetësi të Moldavisë, Antonio Konflitit. Doktor Asani bëhet kështu presidenti i parë shqiptar në histori i ndonjë federate evropiane. Asani është kryetari i Federatës së Peshqngritjes së Kosovës. Ai ishte arkëtar dhe antar i bordit ekzekutiv të Federatës Evropiane të Peshqngritjes që nga viti 2016. Asani ka një shkollim superior me magjistraturë në Universitetin prestigjioz të Cambridge-it dhe doktoraturën në Universitetin e Varshavës. Ai është i njohur në Federatën Botërore të Peshqngritjes për qëndrimin e tij që sporti është mbi politikën. Krahas tyre i ishte besuar pozita e CEO-s për organizimin e Kongresit Zgjedhor të Federatës Botërore të Peshqngritjes, të mbajtur në vitin 2022 në Tiranë të Shqipërisë, organizim që më vonë Organizata Albanian Excellence i dha çmimin dhe Grand Excellence Award. Po ashtu për shkak të kontributit në peshqngritjen evropiane vitin e kaluar në Varshavë të Polonisë, në Kongresin Evropian pranoi çmimin e madh evropian Ylli i Artë. Si kandidat për president i Federatës Evropiane të Peshqngritjes, Doktor Asani kishte mbështetjen e plotë nga Koku dhe Kokshi,